Pyetja juaj i mbartë arsye thelbësore që lidhen me disa nga aspektet përmbajtësore të kritereve të procesit të integrimit. Marrëdhënia e pushtetit politik me sistemin e drejtësisë është kruciale në përcaktimin e mbrojtësisë së një procesi për integrimin, sepse lidhet drejt për drejt me standardin e demokracisë ligjore dhe të funksionimit të pushteteve që se ndërtojnë një demokraci. Nga ana tjetër, në pikat kritike të këtij raporti, përfshihet edhe situata që ka të bëjë me marrëdhënien e ligjit me botën e krimit dhe kryesisht me strukturat e abuzivizmit dhe korrupsionit në sistemin e qeverisjes dhe në administratën publike. Edhe më herët, jo vetëm segmentet e opozitarizmit apo opozita zyrtare, por edhe përfaqësues që janë mbi palët politike në Shqipëri, patëm paralajmëruar që në raportin e pritshëm këto çështje dhe sidomos këto deformime të vërejtura në sistemin e zbatimit të qeverisjes do ta cënojnë dhe do ta ndëshkojnë vlerësimin e Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit. Nga ana tjetër, çështja e zonjës Balluku, e cila u bë një debat i tezgjatur dhe krucial në marrëdhënien midis opozitës dhe shumicës qeverisëse, u përball me një konsistencë të shumicës qeverisëse për të ndjekur një linjë tjetër të drejtësisë në marrëdhënie me atakimin politik.